padyshim që Zoti nuk do të lë duar that. Kur ti ngrit duar dhe i thua Allahut, ja Tebarek, ja Allah, ja Ghani, ja Razak, ja Rahman, ja Latif, ja Hayul, ja Qayyum, e kështu me radhë, ja Allah, i lutesh Allahut me shëra, me uzo, me begato, me mbron nga çdo e keqe, me uzo familjen, me uzo evlat, me ndihmo mua, farfisin, shtetin, vendin, popullin ku jetoj. Atëherë padyshim që krijuesi jon nuk do ta kthej të dur thot, sepse ai është furnizuesi i madh. Ai dëgjon lutjet e lutësit që i lutet pra, dhe ai është pranuesi i lutjeve, duave tona. Prandaj duhet të lutemi sa më shpesh, sepse lutja ndryshon gjendjen. Lutja largon fatkeqësitë dhe i afron begatit. Lutja bën shkak për ndryshimin